pyetjes që më kanë pyetur dhe unë kam thënë të gjitha ato çka unë kam patur informacion. Po edhe të ankoheni për ligjin e të më ktheni mua kurrizin sikur nuk shkon më burr. Miq Top Channel, mirëdita, mirë se vini në Shqipëria Live. Do të jemi së bashku në 2 orët në vijim ku do të diskutojmë për shumë tema, por kryesisht do të ndalemi tek ajo që është duke u zhvilluar në këto çaste në kuvendin e Shqipërisë, ku ka nisur një seancë maraton për paketën fiskale dhe projekt buxhetin e vitit 2026. Nuk është se kanë munguar debatet, kjo duhet theksuar, kjo për shkak të prezencës të kryeministrit Edi Rama dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku, që duket se ka shkaktuar edhe disa përplasje në distancë mes opozitës dhe qeverisë. Kjo për arsye të ndryshme, por duhet thënë në të njëjtën kohë se Berisha ka munguar në nisje të kësaj seance, kjo për shkak të paraqitjes së tij në SPAK për çështjen e 21 janarit. Berisha, pasi ka përfunduar marrjen në pyetje si person në dieni, është ndalur të flasë me gazetarët për arsyet që e kanë bërë këtë të fundit të paraqitet në SPAK, të jap versionin e tij dhe informacionet që i janë kërkuar. Berisha u ndal gjithashtu të përgjigjet gazetarëve për pyetjen më të rëndësishme. Çfarë di Berisha që nuk e din të tjerët? Çfarë u pyet në ambientet e brendshme të SPAK? Për këto e të tjera do të flasim në vijim, për pak çaste ne do të kemi një lidhje direkte live edhe me kuvendin e Shqipërisë, por fillimisht shkojmë live me kuvendin, dëgjojmë shkurt se çfarë është duke u zhvilluar. Duhet demonstruar një buxhet që ndërtohet mbi stabilitetin fiskal, rritjen e qëndrueshme dhe angazhimin ton për një zhvillim social të drejtë dhe gjithëpërfshirës. Në vitin 2026, shpenzimet buxhetore parashikohen në vlerën 886.8 miliard lek, ose 31.9% e prodhimit të brendshëm bruto, me një rritje prej 55 miliard lekësh krahasuar me vitin 2025. Pra kemi një rritje me rreth 550 milion euro më shumë për 2026 në krahasuar me vitin 2025. Kjo rritje reflekton angazhimin e qeverisë për të forcuar shtetin social, për të mbështetur sektorët strategjik, si dhe për të garantuar shërbime publike më cilësore për qytetarët. Investimet publike do të jenë mesatarisht 6.5% e prodhimit të brendshëm bruto gjatë 2026-2028, të përqendruar në projekte strategjike për infrastrukturën, digitalizimin, energjinë e rinovueshme, si dhe projekte që janë pjesë e planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Shpenzimet e personelit për vitin 2026 reflektojnë koston aktuale të administratës publike, koston e plot të indeksimit të pagave në nivelin... Mirë, vijon seanca, kushdo që dëshiron ta ndjekë padyshim mund ta ndjekë atë gjatë gjithë kohës. Kjo, siç u thash, një seancë maraton që është dhe mund ta ndiqni live në Top News, ndërsa në të njëjtën kohë ka pasur, siç u thash më herët, disa përplasje mes opozitës dhe mazhorancës, për të cilat do të diskutojnë në këto momente me deputetin e Partia Mundësia, zotin Agron Sheaj. Zoti Sheaj, ju falenderoj për kohën edhe për shkak të kushteve të vështira të motit. Faleminderit. Ju falenderoj për ftesën. Ishit nga të paktët, për të mos thënë ju, Redi Muçi apo zoti Kapri, që nuk i kthyet kurrizin fjalës së kryeministrit. Ne kemi edhe një foto për ilustrim që ju nuk e shihni dot në këtë moment, por po ju bëj me dije. Pse vendosët të mos ishit pjesë e të gjithëve, e të ST-rës, po themi, të opozitës, për t'i kthyer shpinën asaj fjale? Ishte një vendim që kishte marrë Partia Demokratike, zgjodhen atë formë proteste, shumë mirë bën, por nuk ishte protesta jonë, ne protestojmë në forma tjera, kështu që nuk e pam të arsyeshme. Nuk e pa të arsyeshme. Do thotë që nuk ngritëm zërin siç e dëgjuat edhe ju, se si u përplasëm dhe si ja tham në fytyrë Edi Ramës dhe Belinda Ballukut që Shqipëria është i vetmi vend në historinë e Europës në fakt që ka zëvendës kryeministrin të pandehur që vazhdon të qëndrojë në detyrë. Patët një moment që theksuat gjatë fjalës suaj nga vendi, kam kërkuar që përpara se zëvendës kryeministri të merret e pandehur, që të kem një interpelancë me të, dhe besoj, thatë ju, që në këtë moment vlen akoma dhe më shumë se aq. Megjithatë, kjo interpelancë gjithnjë është refuzuar. Për çfarë e doni këtë interpelancë? Po kjo është interpelancë në fakt që unë kam kërkuar që legjislaturën e shkuar, se kjo është parlamenti i çuditërave, kuvendi i çuditërave. Mohohet një drejtë thelbësore e deputetëve. Deputetët kanë dy detyra,
të aprovojnë ligjet dhe të kërkojnë llogari qeverisë për mënyrën se si përdor paratë e qytetarëve shqiptar. Kjo është një interpelancë që unë kam bërë për Thuman Kashar që seancën që legjislaturën e kaluar. E kam bërë prap edhe këtë legjislaturë, kam bërë interpelancë edhe me kryeministrin, të dyja kanë të bëjnë me mënyrën si përdoren paratë e qytetarëve shqiptar. Është një drejt, nuk është problemi se mua si deputet kjo e drejt, po ju mohet e drejta e qytetarëve shqiptar që të dëgjojnë argumentat, shpjegimet e qeverisë në lidhje me përdorimin dhe sidomos me abuzimet me paratë e qytetarëve shqiptar. Për çfarë do të vlente në fund të ditës, për sa kohë nuk do të kishit një lloj përgjigje nga zonja Balluku? Unë kujtoj një seancë tuajën me të ku keni pasur edhe lidhje live, po them, me celularët e njëri tjetrit, nuk di pati një moment të tillë në një periudhë të caktuar, nëse e kujtoni, ku flisnit me qytetarët. Realisht, sa show ka dhe sa të vërtet në të? Show-n e bën maggioranza në fakt, opozita, unë si opozitar duhet të kërkoj llogari Belinda Ballukut se si vidhen paratë e qytetarëve shqiptar. Ajo që unë thosha vitin e kaluar, në fakt sot e thot Spaku. Spaku thot me përgjime, me fakte që Belinda Balluku ka manipuluar tenderat, ka manipuluar tenderin e tunelit Llogaras, por ndërkohë kanë dalë edhe fakte të tjera që 2 tendera të tjerë shumë të rëndësishëm që kanë të bëjnë pikërisht me Vlorën, edhe ato janë manipuluar. Kanë dalë prova që fituesi i tenderit të koncesionit të portit të Vlorës është, ose më mirë, jo fituesi, por pronari i koncesionit të portit të Vlorës është një pensionist 70 vjeçar që punon si magazinier. Edi Rama dhe Belinda Balluku kanë zgjedhur dhe na thonë që ky do ndërtoj portin e Vlorës. Qartësisht kemi të bërë me një afer korruptive. Nga ana tjetër, po Belinda Balluku ka dalë në intervistën që ka bërë pronari i koncesionit të aeroportit të Vlorës, ku thotë që unë bashkë me një turk edhe me Belinda Ballukun kemi qenë në zyrë dhe kemi diskutuar në lidhje me tenderin dhe aty është vendosur se kush do ta marrë tenderin. Thotë si fillim që mua në fillim më premtuan 60%, pastaj më premtuan 40%, por pastaj më morën prapë telefon e më thanë që do merrja 60%. Këtë e thotë Pacolli në një video intervistë. Qartësisht kemi të bëjmë edhe këtu me një afer korruptive. Kjo është çështja për cilat unë dua të flas, janë çështjet për cilat unë dua të flas dhe për cilat duhet i kërkoj llogari ministres së infrastrukturës, që ka pjesën më të madhe të buxhetit për investimet nga gjithë buxheti i shtetit shqiptar. Këto janë ato për cilat duhet të flas. Kuptohet që maggioranca nuk do që t'japi përgjigje, shmang interpelancat, shmang debatet dhe kërkon ta kthejë në një, siç e thatë ju, në një teatr. Ju kuptoj, megjithatë unë dua të kuptoj diçka më tepër rreth mënyrës se si ju e kërkoni këtë përballje dhe tematikat që ju thoni janë të shumta që nga llogaraja apo edhe aeroporti i Vlorës. Ndaj zoti Shaj dua t'ju pyes, për sa kohë kjo interpelancë nuk pranohet të zhvillohet? A keni ndonjë ide për të po themi në mënyrë demokratike gjithmonë për të pasur atë që ju dëshironi, qoftë një përballje në komisione të posaçme ku duhet thënë është e vështirë të gjesh paraqitjen e këtyre personave për t'u vënë përballë, apo qoftë edhe parlamenti ku sot nuk është kjo arsyeja pse jeni mbledhur? Ne sot jemi mbledhur pikërisht për këtë arsye, ne sot jemi mbledhur për të diskutuar se si do harxhohen paratë e qytetarëve shqiptar. Ky është ligji më i rëndësishëm që ka të bëjë me përdorimin e parave dhe automatikisht edhe me abuzimin në përdorimin e këtyre parave. Opozita, hapësirat që kanë mbetur për opozitën në fakt janë shumë të vogla. Njëherë një kohë opozitarët kishin mundësi të përballeshin me ministrat, me përfaqësuesit e maggiorancës në debate televizive, mund të përballeshin në komisione, mund të përballeshin në kuvend, nëpërmjet interpelancave dhe nëpërmjet komisioneve hetimore. Sot praktikisht në televizion nuk dalin më, ose të paktën nuk dalin të përballen, nuk kam muaj, mos themi vite, unë nuk e di kur ka qenë ere fundit që një përfaqësuese e qeverisë së Ramës ka dalë, jo vetëm me mua, po me çdo nga përfaqësuesit e opozitës. Interpelancat nuk bëhen më, praktikisht janë zhdukur, edhe sot ngrita pikërisht problem dhe ka të bëjë jo vetëm me interpelancën time, ka të bëjë me mënyrën se si funksionon shteti shqiptar. Ne jemi një republikë parlamentare dhe në parlament
qeveria duhet të vitë raportoj. Duhet të vitë raportoj, kuptohet sidomos përballë deputetëve të opozitës. Ky është funksioni i parlamentit. Parlamenti nuk është thjesht një formalitet, hajde se e mblodhëm parlamentin, i votuam ligjet edhe tani jemi në rregull. Nuk mjafton kjo. Prandaj ekziston në Kushtetutën e Shqipërisë interpelanca, komisioni jetimor dhe kështu me radhë. Por fatkeqësisht jemi në një shtet ku Edi Rama ka kapur çdo lloj pushteti dhe, siç e thash, hapësirat për opozitën janë shumë të limituara. E vërteta është që ne jemi sot në një moment historik. Momenti historik ka të bëjë me faktin që njerëz shumë të pushtetshëm po dalin para drejtësisë. Mos harrojmë, vetëm në Shqipëri po ndodh që ish zëvendës kryeministri Hametaj është në Arati, është i akuzuar për korrupsion. Zëvendësja e Hametaj, për herë të dytë zëvendës kryeministrja e Edi Ramës, edhe ajo po ashtu është e pandehur, sepse kam të akuzohet, sepse kam manipuluar tenderin e koncesionit të tunelit Llogaras. I kemi parë të gjithë përgjimet se si Belinda Balluku anullon tenderin se ka një vlerë shumë të vogël dhe e ribën atë nga fillimi. Kemi parë përgjimet se si referohet Edi Ramës me çfarë epitetesh të turshme për një zonjë, do thosha, por ajo që është më e rëndësishme është kuptohet hapta se si vendosin dhe paracaktojnë fituesin e tenderave. Kjo çfarë do të thotë? Nuk është thjesht një fjala korrupsion, nuk do të thotë thjesht këta po vjedhin, çfarë ti bëjmë kështu, kanë bërë gjithmonë kanë vjedhur. Ne duhet të kuptojmë që korrupsioni është shkaku kryesor pse mungojnë ilaçet në spitalet shtetërore. 50 milionë euro që janë vjedhur në tunelin Llogaras mund të ishin përdorur tek onkologjiku, ku të gjithë e dim ka një mungesë të theksuar ilaçesh. Kjo është arsyeja pse ne po luftojmë dhe pse po ngrëmzërim kundër vjedhjes dhe kundër korrupsionit. Ka nisur edhe pse Belinda Balluku duhet vinë parlamentet t'japi llogari. Ka nisur nga kjo e hënë një foltore e dytë, siç u shpreh Berisha, me protesta që do të mbahen vazhdimisht përpara kryeministrisë, ku kërkohet largimi i Ramës dhe i zonjës Balluku. A i bashkohet partia mundësia këtij aksioni politik? Tani, çështja është partitë opozitare kanë të drejtë të gjejnë mënyrat e tyre për të protestuar dhe për të rrequr vëmendjen e opinionit publik. Nuk ka asnjë diskutim. Por fakti është që ndërkohë që opozita mblidhet dhe proteston, të hënën, të martën pastaj ulet në tryezë me Edi Ramën për të ndryshuar gjoja sistemin zgjedhor. Në fakt, aty nuk po tentojnë thjesht të ndryshojnë sistemin zgjedhor, duan të ndryshojnë totalisht mënyrën se si funksionon pushteti i ligjvënës në Shqipëri, dhe kjo është një mënyrë, një pretekst për të arritur qëllimin kryesor që kanë, që është kapja drejtësisë. Ju zgënjeu ulja e zotit Byllykbashi me Damian Gjiknurin? Më fal. Jo, nuk është, kjo nuk lidhet me personin, se nuk është se ka vendosur ai që të ulet në tryezë. Asnjë nga ata dy në fakt. Ajo që po ndodh duhet ta kemi të qartë. Po përdorin si pretekst ndryshimin e kushtetutës, ndryshimin e sistemit zgjedhor, duke ndryshuar kushtetutën, për të ndryshuar thellësisht kustetutën dhe të kapin drejtësinë. Ky është halli i madh që kanë të gjithë politikanët e vjetër, që për ditë, çdo ditë, pavarësisht se nuk i pëlqen kryeministri që para disa ditësh tha çfarë është kjo shfaqje e shëmtuar që dalin të gjithë te spaku, kjo nuk është një shfaqje e shëmtuar. Kjo është një shfaqje që shqiptarët duhet ta kishin parë prej 35 vitesh. Kjo është ajo që po ndodh, duan të kapin drejtësi. Ky është halli i madh. Sot unë kur kam bërë kërkesën dhe kam ngritur zërin për interpelancën, në fakt kisha përballë Edi Ramën dhe Belinda Ballukun që kishin kokën poshtë sepse kanë një hall shumë të madh. Belinda Balluku është e shpallur në hetim dhe Belinda Balluku është njeriu më i ngushtë në rrethin e ngushtë që ka Edi Rama. Pas Belinda Ballukut, radhën qartësisht e ka Edi Rama. Dhe unë jam i bindur që drejtësia këtë radhë do shkojë deri në fund. Të gjithë kemi patur dyshime, e kemi me vite të tëra kemi kërkuar llogarinë pse s'po vepron, çfarë po presin. Unë jam i bindur që drejtësia ka treguar që më në fund të gjithë po dalin para drejtësisë. Tani mungon vetëm një njeri, Edi Rama. Vetëm duke vajtur te Edi Rama, realisht mund ndalojnë korrupsionin e vjedhjen e parave të qytetarëve shqiptar. Nuk dua t'ju marr më shumë kohë, por do t'ju bëj edhe një pyetje të fundit duke e lidhur me atë që u pyeta që në fillim. Pasi deputetët e opozitës i kthyen shpinën fjalës së kryeministrit, Rama tha: "Më mirë shtuaj,
A keni ju një përgjigje për kryeministrin? Le të përgjigjen ata që Bën aktin. manifestuan, e themi, akt në atë mënyrë, janë në të drejtën e tyre. Ajo që mund të themun edhe dua të them është që Edi Rama do ishte mirë mos të merrej me shpinën e askujt, por të merrej me thelbin. Zëvendësja e tij është në hetim nga Spaku dhe është era e parë që një zëvendës kryeministre është në hetim dhe vazhdon të ulet në atë tryez. Ta ketë Edi Ramën ngjitur. Për këtë duhet japi llogari Edi Rama dhe të japi një përgjigje qytetarëve shqiptar. Nuk mjafton të thotë jo, po unë nuk merrem, nuk komentoj. Duhet të flasë dhe duhet të japi një përgjigje qytetarëve shqiptar. Si është e mundur që Edi Rama jep në duart e zëvendëses së saj miliona euro që ajo vazhdon dhe tenderon dhe që ka mundësi të vazhdoj të vjedhi, ndërkohë që ajo është në hetim nga Spaku. Për këtë du t'japi përgjigje Edi Rama. Mos të merret me kurrizin e askujt, të merret me llogaridhënien në lidhje me përdorimin e parave të qytetarëve shqiptar. Mos harrojmë, kjo është një qeveri e korruptuar, dhe thot Spaku, nuk e them unë, e thot Spaku, dhe këtu po vidhet populli më i varfër në Europë. Kjo është ajo që po ndodh, dhe për këtë duhet të flasim, dhe jo për shpinat. Falenderoj shumë, zoti Shehaj, edhe jeni i mirëpritur në studio. Faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit.